Do ndikoj politika e Trump në Shqipëri në favor të Partisë Demokratike dhe zotit Berisha? Jo. Të lutem, mos e bëjmë këtë pyetje. Pyetje të këqija nuk ka përgjigje të këqija. Gazdari, se ti ke mbaruar dhe gazdari. Ashtu është, po ka dhe pyetje që janë me të ngecur. Jo, kjo s'është me të ngecur. A do ndikoj politika e Donald Trump në Shqipëri, sepse pretendimi më i madh i Partisë Demokratike është që tani gjerdhi Trumpin Ky është budallëku më i madh i Partisë Demokratike. Por sa budallëk që ke renditur ti kshyj këon gjithë të Partisë Demokratike. Po jo, ka edhe njerëz shumë të mirë atje në Partinë Demokratike, po nuk është ke ata që drejtojnë sot Partinë Demokratike. Nuk besoj. Shqipëria ka një status të vendosur një herë mirë për pozicionin e saj strategjik. Edhe duhet kujtoj që ne kemi qenë në këtë pozicion dhe vlerësim të shteteve të Amerikës apo shtetarëve kryesor të Amerikës që në kohën e Wilsonit. Është ai i pari Wilsoni që mbrojti. Jo, nga i e kemi shtetin. Nga i e kemi shtetin e parë e krijoi Wilsoni, shtetin e dytë Kosovën, 3 president. Po edhe Bushit, Bushi plagu dhe Bushi djali. Zoti Brau, tani lidhim me Kosovën, sepse ju jeni një nga politikanët më të angazhuar me Kosovën. Aty është miraku për zotin Trump. Pritet ndryshojnë politikat? Jo. Je i sigurt? Ke informacione apo kupton? Jo, kam intuit. Se mos zgjidhet me ndryshim. Si u lëshoka Kosova? Jo, me shkëmbime territorësh? Jo. Kosova nuk bëhet asnjëherë Serbi, dhe Serbia s'ka që bën. Sepse në Kosovë ka një botë zhvill tash, e diti. Amerikanët nxitën në Ukrainën për të marrë ato. Jo, më bëri përshtypje zoti Brau që ambasadori i Amerikës në Prishtinë, besoj e keni marrë vesh, është një shqiptar, Bik Saliu. Që ka qenë këtu në ambasadë, nuk e di a e ke takuar ndonjëherë? Jo. Ka qenë në ambasadë këtu, është nga shqiptarët e Maqedonisë. Po, e di. Ka domethënë për ju? Po një zgjedhje. Se është diplomuar në Prishtinë, ë? Është një zgjedhje goditur. Po ne po presim ambasadorin tjetër. Po si s'po vjen ambasadorin këtu? Bëj një vit e gjysmë. Se që rrudulluar me një personazh, me një kandidatur, e miratoj Kongresi, se miratoj Senati, u shtyt, është i ky. Jo, e ka kthyer, është informacion. Ka kthyer. Ka kthyer fare, do emëroj një të ri. Po mirë, shumë mirë, inshallah në Foto tjetër? shqiptar. Kjo është foto e jetës, besoj. Spartak Brau, Tevarri, një nga fotot e bukura të jetës. Jo, po foto jetës. Po historike. Këto historike kam, sepse nuk lidhet me ty personalisht, tu e kisha fjalën. Foto jetës për mua është foto me 6 nipërit e mi. E tham herën tjetër. E tham atë? E tham atë. Po kjo është foto historike e jetës, tu e kisha fjalën. Do me thënë, kjo nuk është personale, por deputeti Spartak... Kemi folur për këtë? Jo, kam dhe mbastaj tjetër. Deputeti i Parlamentit Shqiptar, Spartak Braho, viziton si i pari politikan varrin e Sami Frasherit në Stamboll. Kjo merita... A dhe them unë është historike. Kjo nuk është merita ime. Për kujtë është ime? Shumë se sa nxitja që më bëri konsulli shqiptar në Stamboll në atë kohë. Gent Tare? Gent Tare. Bravo. Ai më vuri në DNI, ore dhe këtu ke ata varrin e Sami Frasherit dhe varrin e ku është koka e Alipash Tepelerës. Po, është edhe koka, po. Është edhe vajtëm të këtë dyja. Natyrisht, unë bërën qikë zhurë më atere, qova berë edhe tërë këta udhejzve këtu. Ore shikoni, vini tuf me luve ke Sami Frasheri. Se Saliu pati kurajon për 100 vjeton e pavarësis e kërkoj. E kërkoj. Kjo është e vërtet. Nuk ja dhanë Turqit. Se Turqit thonë, është i joni, së është i juaj. Po mi më i thash, shkonin bëni presion ke sultani atje, e thojni që
Verë emrin e një shkolle, emrin e një bosti. A i thatë Ramës që duhet Po, Brama s'ka vajtë? po, ja, më të Çfarë mendojnë që një ditë do kthehen eshtrat e Sami Frashit tu? Për mua s'ka arsye, mos kthehen. Jo, si lejon Turqia, se lanë ata. Po qa mua beti, ai është themelus edhe ideator i Shqipëria. I kombit shqiptar. Po, prej. Ai është Shqipëria çka qenë që është çdo ai mbaj. është themelusi dhe ideologu i kombit shqiptar. Ai është ideologu i kombit shqiptar. Po ja ka thënë njëri Erdoganit këtë punë. E di Erdogani? Erdogani 2-3 herë ka ardhur në Tiranë, nëse se Po mirë, sa atje ky është varri thjesht. Nuk meriton ky si i pari hartuesi i enciklopedisë turke të ketë një bust apo të ketë një institucion të madh turk. Dhe djali i këtij, Ali Sami është themelusi Galatasaray i klubit edhe ka emrin stadiumi i Galatasarayt. Kështu që këti i thash njerë, këti që është kryetar bashkie në Tepelen, ore ti ke një bust atje, thash tali pash Tepelen. Po, në anë rrugës. Në rrugë. Varri thash është në Janin, po atje edhe mund të marrësh. Po shko merë kokën, i thash, ajo koka rikotat i thash, varri, shko merë kokën në Istanbul. Varri i mirë ishte. Kokës, po. S'ka në pretendime as Turqit, se e quajnë bandita, renegata, tratar. Foto tjetër, tani, mbas kësaj, unë jo më kote kam vënë këtë, ky është varri dhe monumenti dhe busti, po themi, ose vendvarrimi i Mitat Frashërit. Tani, bashkë ne kemi bërë debate bashkë tjetër, pa është normale, zoti Bravo, që një varr i nipit të Sami Frashit. Po kur ka ndodhur kjo? Para disa muajsh. Ja, është makabre. Shpif. Kjo është makabre, që duhet kishte një varr Mitat Frashit pa tjetër. Këtu, në Frashër, Se nuk e dini të, që është zhvulluar, po java e hodhën komplet kokën bust. Edhe thyer pllakat. Çen këta vandalët, çen këta. Ja i bëjnë këta komunistët të punë. Komunistët, Kurse politikisht është i damkosur. Është i damkosur. Se është erudit, i kulturuar, ka shkencëtar, por politikisht është i damkosur. Po mirë, po bëj një pyetje tjetër, se ne bashkë kemi bërë debate për këtë figurë. Po. Si ka mundësi që 50 vjet ai sistem nuk ja zinte emrin ngoj që ishte djali i Abdul Frashit, se ne dimë Abdul Frashi, Sami Frashi, edhe Naim Frashi thoshim ne. Mitat Frashi. Jo, Mitat prit. Mitat Frashi që më shumë lumos këndo, duke sikur si ishte djali i Abdulit. Ta ishin ideologët dhe mendimtarët e kombit shqiptar, dërsa ai ishte një armik. Thelbi në ideologjisë komuniste, selektiviteti ishte metodë. Ju e dinit historinë në atë kohë? Që ishte djali... Jo, që ishte djali, po që do të çfarë kishte ndodhur? Ishit i qartë se nuk she... Po në... E dije se kam bërë histori. Jo, unë po them... Jo, detajet të... Për këtë ngjarje. Po. Jo për goditjen jo. Që djali... Kjo është, këta duhen dënuar, po të gjenden. Ata që e bëjnë duhet dënuar. Se kështë vepër penale, për dhosje e varë. Dhe për më tepër një personalitet. Po. Po si ka mundësi si e bëjmë, sa arrit ta kuptojmë, në vitin 2020. Hajde, ja, këta bëjmë këtë, këta tjerët vene përishin varrin e... E kujtë? Po i hoje, hiqesh varri i Mislim Pezës, Agjilleshit. Edhe të... Jo të Agjilleshi, Agjilleshi vdikë në fet, ka vdekur në 98. Agjilleshi ka vdekur në 98. Por e kush varrosur Agjilleshi? Në varrezat e publike. Po flasë Karaman Ylli, nuk ishesh. Karaman Ylli është një mit, jo vetëm s'ka parë, po më the për figurën që arriti të realizohet, është një mit, nuk është një figurë thjeshtë e madhe, sepse ai shërbeu kombit. Do të them edhe gjë tjetër. Patjetër. Karaman Ylli ishte personi
më i kulturuar dhe me shkollim të përfunduar, I diplomuar nga tërë anëtarët e byros politike. A ishte niveli më i lartë intelektual që ka pasur byroja? Po. S'ka pasur Jo, po, s'ka qenë anëtar byroja Karamani. asnjëherë. Asnjëherë. Do të thotë ato pushtetit asaj kohe thënë. Po pse se bëri? Me vërtet më ka ngelur kështu. Pse se bëri asnjëherë E bisedojmë njërë tjetër. njëri tjetër? Se unë kam konflikt interesi, ti e di. Jo, në tillë rast nuk quhet fare konflikt interesi, sepse është një figurë e tillë që s'ka lidhje fare me konflikt interesi. Rëndësi ka që ne që jemi me origjinë nga Skarpari e vlerësojmë realisht. Jo, në Skarpari ishte mit, unë e thash. Unë them që se e reja për Karaman Yllin nuk e kisha të përgatitur këtë, është roli i jashtëzakonshëm që ai ka pasur si drejtues operacioni për shpëtimin e 13 infermiereve amerikane. Edhe i mbyll të gjitha. Po si ishin 13? Jo, 13 që i kaloi ky, ato ishin 30. 30, po jo 13 që mori operacionin ky dhe kaloi në 11 fshatra vetëm në Skarpari se mori vesh njëri. Kjo është madhështore. Madhështore është. Edhe një fakt që është mbajtur sekret edhe për vitet e komunizmit. Në qoftë se kot po ta bëj këtë pyetje, qoftë se gjatë viteve të komunizmit, kur ishte gjallë Karamani, do ta mësonin këtë. Çfarë do ta dënonin? Jo. Po pse u mbajt fshet pastaj? Nuk u mbajt fshet nga Enver Hoxha. Enver Hoxha mori vesh. Dha dhe porosi që... Nga i gjete këtë se unë se diktë. Po si nga i gjeta? Unë se diktë që. Po Karamani nuk ka... Ky grupi infermiereve nuk kaloi vetëm në Skarpar. Jo. Ra në Belsh. Ra në Belsh, në Berat, në Skarpar, në Korç, në Përmet, Tepelen, Gjirokastër, Vlorë dhe Vlorë pastaj. Po andej kishte personazhe tjera, Partia Komuniste. U dinë gjë Enveri atë? Dinte. Mori vesh Enveri këtë? Qofse ke parasysh ti te kujtimet e ka një bisedë këtu që ka bërë Rudina Xhunga për këtë. Jo, pse u përshkatua përkthyesi? Ky është misteri. Përkthyesi këtyre është përshkatuar, Sefa, profesori, mësuesi. A nuk e di këtë. Po, është për 45. Me njëherë erdhën pushtet komunistët e 45-ën ende marrëdhëniet me amerikanët ishin mirë. Ishin shumë po u përshkatuaj. Nuk e di. Do parë arsye. 45-46.